Elbasani ka dhënë dorën e fundit përgatitjeve në kuadër të ndeshjes që do të luajë me Bylisin ditën e nesërme në transfert. Një sfidë e vështirë me verdeblut që duan të mbrojnë vendin e parë në renditje. Në prag të këtij dueli ka folur trajneri, i cili sqaron gjendjen e skuadrës me disa mungesa, por padyshim që synimi i vetëm mbetën 3 pikët. Situata është rregull, mirë, veç Latia edhe kemi një tjetër lojtar. Jo, djallo është gati me Lila, Latia dhe Qose, më fal, edhe Qose është pak piputje, të tjera në mi rregull, si gjithmonë, servitje fundit, sot do vendosim edhe për formacion, edhe për taktik për gjitha, nisja për fjerë edhe nëse jemi gati për ndeshje. Ndeshje e vështirë, çfarë synoni, vetëm fitoren? Në ndeshje vështirë sepse çdo javë është e vështirë. Tani nuk ka shumë diferenca do luajmë brenda apo jashtë. Patjetër kemi respekt për çdo kundërshtar, edhe nesër kemi shumë respekt për ekip ballsh. Në ndeshja fundit ata tregoi ka shumë cilësi dhe ka një mentalitet i fortë, sepse ishte një lojë bukur edhe një lojë fortë kundër Vllaznisë. Ne jemi gati edhe gjithmonë si deri tani do provojmë, do luajmë futboll i bukur, do bëjmë maksimumin në fushë dhe do luftojmë për pikat. Kreu i pankinës e Elbasanas e ndalet edhe te fitoret minimale 1-0 të cilat për momentin po mbajnë verdeblut në krye. Pa tani strategji. Do shta kemi gjitha brenda, por ne jemi fokusuar për pikat, edhe e ta shumë përpara, jemi edhe tani këto vit jemi pak edhe pjekur, edhe deri tani skuadra apo lojtarët ata e di si do luftoj për pikat. Kjo është edhe plus për ne. Tani nuk dua do komentoj shumë sepse çdo fitore ka vlerë, edhe me 1-0, edhe me 3-0 apo me 5-0. Domethënë jemi fokusuar për pikat edhe deri tani jam kënaqur. Në fund trajneri ngacmohet edhe për merkaton që hapet në janar, por ka preferuar që për këtë gjë të mendoj pas mbylljes së fazës. Të them drejt, jo akoma sepse kemi një ndeshje shumë e rëndësishme përpara, ishte Ballshi, domethënë doshta sigur mas data 24 ku kemi një ndeshje fundit, sigur më fal do mendojmë edhe për merkato, por tani ne jemi vetëm fokusuar për Ballshi. Verdeblut vinë në ndeshjen me Bylisin pas një serie pozitive pa humbje dhe do të synojnë që këto ecuri ta mbajnë së paku deri në fund të këtij viti. Në Ballsh pritet gjithashtu që të udhëtojë një numër i konsiderueshëm tifozësh nga qyteti i Elbasanit.